Iku, bërë. S'ka gjë, cisterna. Idi poshtë. Idi poshtë përbaj një qikisë, të një atërë. Ka stojnë në brenda. Tranela, këtu që me që hina hetu pra ku ishte ka që mundi. Ka që ishte këtu brenda atje. Do prishen e plakata, mu këto, dyrë, të plaçkat e këto nuk ekzistojnë. Komplet, ka me lërë mua. Kjo rëra që është këtu, kjo ishte brenda në shpi. Ne jemi të larguar dhe pan që ra shumë shi, kur erdhën në mëngjes që na lajmëruan, na thanë që ka rënë shumë shi. Erdhëm, hapëm derën e jashtme dhe shtëpia ishte mbushur plot me balë, me rerë dhe me ujë. Kishin ardhur guret nga ana e lartë e malit dhe kishin hyrë nga dritare, kishin thyrë dritaren dhe kishin rënë brenda në shtëpi. Ju lutemi shumë kryeministrit Edi Ramës, të gjithë stafit, të gjithë deputetët, i lutemi dhe Bashkisë së Gjirokastërës, jetojmë në Arshilengo. Këtë shtëpi e kemi bërë me gjak, edhe me djers. Në shtëpi brenda nuk ka asnjë gjë. Janë shkatëruar të tëra. Kemi që kur ka rënë shiu dhe deri tani nuk po heqim dot baltën, zhavorin, gurët që ka rënë brenda në shtëpi. I lutemi shumë, e dim që është shumë emergjencë në tërë Shqipërinë, por duam se u kam dhe një problem tjetër tek shtëpia. Lart mbi malin ka rënë gurë dhe në qoftë se vazhdon që të bie shi, gure do bjen tek muri dhe do çajnë muri dhe do bëjnë një gjë, nuk e di çfarë do bëjnë, të vinë, ta shikojnë, të bëjnë një kanal që të rregullohet se shtëpia brenda është shumë e shkatëruar, nuk ka asnjë gjë. I lutemi shumë, kemi kaj ditë, nuk ka asnjë gjë brenda, nuk gënjejmë, themi të vërtetën, çdo gjë të vinë, ta fotografojnë,
ta shikojnë dhe në këtë moment që po pastrojmë kemi 3 ditë, nuk hiqet balta. I lutemi shumë edhe shumë të vijë shteti të na ndihmojë, të bjerëzetorit, nuk ka duhet janë 5-6 makina me rerë, me baltë. Sa mund të përllogaritet dëmi këtu? Çfarë janë prishur? Çfarë janë shkatruar? Janë shkatëruar bufet, divanët, komodinat, krevatët, nuk ka ngelur asnjë gjë siç ka shtëpia brenda. Asnjë gjë, ne nuk gënjejmë. I kemi nxjerrë në fotografi, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka asnjë gjë. Prandaj themi, ju lutem. Mundi juaj që keni punuar Greqi vajti dëm? Po. U thash dhe që në fillim, kemi punuar në Greqi, kemi shtërnguar barku, na falni që u themi, dhe i quam, dërtuam shtëpinë me djers. Nuk ka asnjë gjë, vetëm muret janë. Dhe muret do shpëtojnë vetëm po u bën në një kanal në lartë, se do bjeri shi prap, mund të vim prap stuja. Me Zotin nuk merremi dot, por të bëjnë një kanal, një gjë, demi është shumë i madh. Gjatë natës që rashi, kishte kar mali lart dhe ka bërë katastrofi. Çdo gjë në shtëpi e kanë nxjerrë jashtë përdorimit. Po këtu është një diçka tjetër që njerëzit i kanë seleksionuar. Në çdo shtëpi mund të kenë vajtur, këtu ka ardhur vetëm ylli muho, i cili kur ka ardhur dhe ka vënë duart në kokë dhe ka qarë, qau nga shpirti që pati se kemi as mik as shok. Thjesht ka qenë kryetari i komunës tonë. Dhe duke pa katastrofën, na tha që do t'u dërgojmë t'u vinë në ndihmë. Mund të vinë që t'i çmojnë, tha, shohim çfarë do bëjnë, tha. As skrep nuk kanë dërguar, as për çmuar nuk kanë ardhur. Çdo gjë ka lënë në neglizhencë, që shtëpia rrezikohet nga gurët nga mali. Do dalim nga pjesa në mbrapa, do ta shikosh edhe vetë. Ku gurët kanë qëndruar në kryet të arës. Nëse ata gurë shkasin, shtëpinë e vënë përpara. Dhe nuk do të dëmtojnë vetëm këtë shtëpi, por do dëmtojnë edhe shtëpi tjera, se janë gurët më të mëdhenj nga shtëpia.